Nderuara zonja Sevdije, shumë të dashur, Enea dhe Ermon, nderuar kryetar i Prishtinës zoti Rama, kryetari i Aleancës Bizneseve zoti Shahini, të nderuar gazetar, përfaqësues të mediave, të gjithë ju të pranishëm, sot jemi mbledhur për të kujtuar dhe nderuar jetën dhe veprën e gazetarit Faton Osmani në përvjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Një përvjetor që shënon peshën e mungesës së një profesionisti të rrallë dhe të një njeriu me integritet të lartë. Faton Osmani ishte një gazetar i përkushtuar ndaj së vërtetës, informimit të saktë dhe përgjegjësisë publike. Gjatë gjithë rrugtimit të tij profesional, ai dëshmoi se gazetaria nuk është thjesht një profesion, por mision dhe shërbim ndaj shoqërisë. Në përvojë të gjerë në media të shkruara, agjenci lajmesh dhe televizion, si dhe bashkëpunime të rëndësishme vendore ndërkombëtare, Faton Osmani ndërtoi një emër të respektuar në çarqet mediatike. Ai kontriboi me profesionalizëm, maturi dhe etik në çdo rol që ushtroi, si reporter, redaktor dhe udhëheqës. Një kapitull i veçantë i veprës së tij është themelimi i Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online në vitin 2010. Si themelues dhe drejtor ekzekutiv, ai krijoi një medium serioz, të besueshëm dhe me standarde të larta profesionale. Parimet që ai i ndërtoi, saktësia, panshmëria dhe përgjegjësia profesionale mbeten një trashëgimi e gjallë për punën e kësaj agjencie. Faton Osmani ishte biri i vushtrisë. Andaj, në këtë akademi përkujtimore, me respekt të veçantë, do t'i dorëzoj familjes së tij një mirënjohje post-mortem për kontributin e jashtëzakonshëm si gazetar profesionist, me integritet dhe përkushtim të lartë në shërbim të informimit të drejtë të publikut, si dhe si themelues i Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online. Kjo mirënjohje është shprehje falënderimi, por edhe dëshmi se puna dhe vlerat e Faton Osmanit jetojnë përtej kohës dhe vazhdojnë të frymëzojnë breza gazetarësh. Në fund, le ta kujtojmë Fatonin jo vetëm me fjalë, por duke ruajtur dhe kultivuar ato parime profesionale për të cilat ai jetoi dhe punoi. Kujtimi i tij qoftë i përjetshëm. Ngushëllime të gjithë juve, kolegë gazetar, të gjithë qytetarë të Prishtinës të Vushtrisë, të gjithë qytetarëve të cilët u informuan sakt dhe drejt me punën e Faton Osmanit. Po shoft në parajsë shpirti i tij, lavdi punës së tij. Faleminderit. Komuna e Vushtrisë jep mirënjohje Faton Osmani post-mortem për kontributin e jashtëzakonshëm si gazetar profesionist, me integritet dhe përkushtim të lartë në shërbim të informimit të drejtë të publikut, si dhe si themelues i Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online. Vushtre, 11 shkurt 2026, kryetari i komunës Ferit Idrizi.